Të nderuar këshilltar, i nderuar zëvendës kryetar, të nderuar të pranishëm media. Deklaroj të hapur këtë mbledhje të radhës Këshillit Bashkiak Durrës. Sot kemi për të shqyrtuar dhe miratuar 7 projekt vendimet propozuar nga kryetarja e bashkisë. Materialet ju janë vënë dispozicion nga sekretaria e Këshillit. Ftoj sekretaren e Këshillit të bëj prezencën në sallë. Përshëndetje, fillojmë. Ardian Muka, Edlira Shemsi, Luan Nezha, Kontiana Kuqi, Dritan Burgia, Ermal Braholli, Julieta Ngota, Arlind Boshku, Arjeta Keqi, Bledar Prizreni, Anisa Ibraj, Erzen Laçi, Mirela Shala, Erlan Gjelilaj, Ana Dhamo, Gjiliola Doqi, Munir Konesha, Alfred Mullaraj, Jonada Mamo, Jurgen Zaza, Elizabeta Mataj, Erviz Bekteshi, Suada Quri, Denis Lika, Alketa Ngjeqi, Ilir Paja, Klementina Meqi, Vesh Quni, Anila Kapedani, Franz Stragaj, Nurije Gjoni, Ekuran Markola, Silvana Agasi, Aldo Qelaj, Denis Aluarasi, Dorian Isai, Marsida Feshti, Dritan Rakipi, Jonjada Musaraj, Perjana Kotri, Eralda Lipi, Gjojana Gjineci, Renald Koka, Flutur Akasa, Jonuz Mishketa, Edlira Devolli, Sami Osmani, Blerina Reqi, Samet Vata, Florian Tahiri, 36 këshilltar, është prezent edhe kandidati i ri për të marrë mandatin Kastriot Xhongoli. Faleminderit Dori. Me që kurumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen. Po lexojmë pikat e rendit ditës. Pika 1. Për miratimin e mandatit të antarit Këshillit Bashkiak, zotit Kastriot Farik Xhongoli. Pika 2. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin shtator 2025. Pika 3. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin tetor 2025. Për krijimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike në Bashkinë Durrës dhe miratimin e rregullorës për organizimin dhe funksionimin e tij. Pika 5. Për miratimin e udhëzuesit për mënyrën e aplikimit për implementimin e skemës grante për të rinjt në mbështetje të zhvillimit të iniciative ekonomike lokale. Pika 6. Për miratimin e ndihmës financiare me vlerë 3.061.841 lek për familje që kanë pësuar dëm si pasojë e rënies së zjarrit në banesat e tyre. Pika 7 dhe e fundit, për miratimin e kalimit në administrim të varrezave të njësive administrative Rashbull, Sukth, Katundi Ri, Manës dhe Ishëm tek ndërmarrja e shërbimeve komunale Durrës. Keni ndonjë koment? Jeni dakord për rendin e ditës? Kalojmë votim. Kush është pro rendi ditës? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe rendi i ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 1 Komisionit Mandateve me kryetare zonjën Ana Dhamo që të paraqesë raportin e verifikimit të mandatit. Faleminderit zonja Dhamo. Ju ftojmë të votojmë raportin e komisionit. Kush është pro? Me 37 vota pro, miratohet. Zoti Kastriot Xhongoli, ju ftoj të ngriheni në këmbë. Do ju lexoj formulën e betimit dhe ju pas leximit do të thoni betohem.
Betohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e antarit Këshillit Bashkiak dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetazve të Bashkisë Durrës dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Përpara keni formulën e betimit, ju ftoj që ta firmosni. Urime Zoti Xhongoli, suksese dhe mirë se erdhët Këshillin ton Bashkiak. Faleminderit. Këshillit Bashkiak i plotësohet vakanca dhe ky vendim hyn në fuqi menjëherë. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 2, Komisionit Barazisë Gjinori Mirëqenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonjës Gjiliola Doçi. Komisioni onë mblodh dhe miratoi me unanimitet votash që pika 2 dhe 3 t'i kaloj të Këshillit Bashkiak për miratim. Pika 2 dhe 3. Faleminderit zonja Gjilioli. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 3, Komisionit Barazisë Gjinori. Kalojmë votim kush është pro? Pikës 2. Me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime pika 2 e rendi ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 3, Komisionit Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonjës Gjiliola Doçi. Edhe këtë pikë, komisioni jon e miratoi që të kalojë në Këshillin Bashkiak për miratim. Faleminderit zonja Doçi. Komente keni? Kalojmë votim, kush është pro? Me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime pika 3 rendi ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 4, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë përshëndetje të gjithëve, komisioni ynë me shumicën e votave miratoi pikën 4 dhe fton Këshillin sot që të japi votën pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komente, pyetje kemi për pikën 4? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 4 të rendit ditës? Me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 4 rendi ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 5, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë edhe në lidhje me pikën 5, ne e votuam si komision dhe ftojmë Këshillin të japi votën pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Komunitetit Fetar dhe Titujve të Nderit, zoti Ilir Paja. Komisionit vendosëm të kalim si pikën 5. Faleminderit zoti Paja. Komisioni Politikat Zhvillimit Ekonomik, zonja Blerina Reçe. Komisioni jon e votoi pro, e sjell në Këshill Bashkiak për miratim. Faleminderit. Faleminderit zonja Reçe. Komente, pyetje kemi për pikën 5 rendit ditës? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 5 rendit ditës? Me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 5 e rendit ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 6, Komisionit Buxhetit, Financa, Taksave, Tarifave, zotit Roland Xhelilaj. Okej. Komisioni me pjesëmarrjen e numrit të domosdoshëm votoi unanimisht pro miratimin e kësaj pike dhe kalimit në mbledhje për miratim. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komisioni Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë, zonja Gjiliola Doçi. Pikën 6, komisioni jon e miratoi që t'i kaloj Këshillit Bashkiak për aprovim. Faleminderit zonja Doçi. Komente, pyetje kemi për pikën 6? Kalojmë votim. Kush është pro pikës 6? Me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 6 e rendit ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 7, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj.
Atëherë dhe në lidhje me pikën 7 ne votuam si komision dhe ftojmë Këshillin të votojë sot pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike, zonja Marsida Feshti. Përshëndetje, Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike është dakord që pika 7 të kaloj për votim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente? Pyetje kemi për pikën 7? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 7 rendit ditës? Me 37 vota me 38 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 7 e rendit ditës. Kanë kërkuar fjalën për diskutim zonja Anisa Ibraj, zoti Ardian Muka, zonja Eda Arizi Mungon, si dhe na ka ardhur pyetje nga kryesia e grupit qytetar kundër projektit TIT, zonja Entela Koja. Po. Anisa, do e merrni fjalën? Përshëndetje gjithëve. Më fal Anisa, meqense të gjitha pyetjet kanë të bëjnë me projektin TIT, mendojmë që ti lexojmë të gjithë pyetjet, nëse jeni dakord, dhe pastaj nën kryetari, drejtoresha e ligjorit të na përgjigjet. Dakord. Okej. Përshëndetje, atëherë unë do flas për projektin TIT. Kam takuar banorë që preken nga projekti TIT dhe ne sot nuk diskutojmë kundër zhvillimit të qytetit, përkundrazi. Por zhvillimi duhet bëhet me respekt për qytetarin dhe pronat e tyre. Projekti TIT prek drejt për drejt banorët, disa prej të cilëve thonë se nuk janë thirrur në asnjë dërgjesë publike dhe nuk janë informuar për këtë projekt. Për më tepër, vlerësimi i pronave rezulton i pabarabart, disa marrin një shumë të ulët patjetër si rezultati i çmimit të referencës, disa nuk vlerësohen fare. Banorët konkret që janë prekur nga ky projekt, pra si Rita Kazazi, e cila ka dhe biznesin e saj në bulevardin Epida, Kliton Doka, Kudrejt e Velja, Isuf Mehmeti. Kërkesat e tyre janë të arsyeshme dhe legjitime, të ulemi dhe të diskutojmë për projektin, të bëjmë vlerësime të drejta dhe transparente. Ne si Këshill e Bashkisë duhet të garantojmë dialog dhe zgjidhje të përbashkët. Zhvillimi besoj bijem dakord të gjithë që duhet vi duke pa cënuar qytetarët. Atëherë pyetja ime është, a janë bërë dëgjesa publike dhe nëse po, kur dhe me kë? Dhe çfarë mbështetje do u japim ne si bashki banorëve për t'i strehuar, pasi flasim për pensionistë që gjithë kursimet e tyre i kanë ndërdur në ato banesa që kanë, e sidomos për ata që nuk u vlerësohet prona fare. Faleminderit. Faleminderit zonja Ibraj, zoti Muka. Mirëdita të gjithëve. Me thënë të drejtën, unë isha drejtuar edhe me një kërkesë për informacion, me shkrim, me numër protokolli 10-179 me datë 31/10, ku të njëjtat pyetje pastaj ju parashtrova edhe në kërkesën që kam sot, gjithmonë pas kontakteve dhe problematikave që qytetar, ato 74 familje të cilat janë programuar që nga projekti TIT i shëmbën pronat, meqense diskutohet për një problem kaq sensibël që në qytetin tonë, natyrisht, siç e tha dhe kolegja parafolse, ne jemi për zhvillimin e qytetit, por nga ana tjetër duhet që secili të dëgjohet, të informohet dhe të trajtohet në respekt të pronës, e cila është diçka e shenjtë, të trajtohet në mënyrë të barabartë të gjithë. Për këtë do t'i bie shkurt, meqense ka dhe kolegë të tjerë të cilët kanë kërkuar fjalën. Në dokumentacionet që unë kam kërkuar, është pika 1, procedurat administrative të ndjekura për miratimin e planit të detajuar vendor në lidhje me projektin TIT Durrës. Vendimarrjet përkatëse, pika 2, vendimarrjet përkatëse të Këshillit Bashkiak lidhur me këtë plan dhe datat e miratimit të tij, pra me planin e detajuar vendor, që ka lidhje me projektin TIT. Pika 3, marrëdhënia e këtyre vendimeve me vendimin e KKT-s numër 7, i datë 2/4/2024, dhe me vendimin e Këshillit Ministrave në lidhje me shpronësimet në këtë zonë. Natyrisht kjo ishte kërkesa e para 10 ditësh, por duke pasur parasysh devolimin e situatës,
nuk mund të bëjmë një sy qartë dhe një besh shurt kur ato njerëz janë aty përpara duke protestuar tani përpara bashkisë. Vazhdova me kërkesën e sotme kur kërkoj informacion nga ana bashkisë në lidhje me ecurinë e projektit në tërësi para projekti restaurimi e kualifikimi urban i zonës perspektive TID Durrës, me vendodhet në Parkun Arkeologjik Durrës, për sa i takon kohës së zhvillimit projektit, pra si jemi me kohën e zhvillimit, ecurisë procesit shpronësimeve dhe problematikët të ndryshme që ka hasur ky projekt deri tani. Dhe si pikë të dytë, informacion nga ana e Këshillit për kohën e aprovimit të planit detajuar vendor në lidhje me këtë projekt. Në materialet që paktën unë kam nga 2023 e këndejnave, nuk e kemi kaluar, për duke pas parasysh që ky projekt ka inicuar që nga viti 2022, kërkojmë që këtë informacion ta kemi nga ana e Këshillit për sa i takon pra projektit të detajuar vendor për këtë zonë. Ju falemderit, pastaj pas përgjigjeve rezervoj drejtën që të kem bëhet ndonjë replik me Faleminderit zoti Muka. Nën kryetar, fjala. Po, përshëndetje të gjithëve. Fatikisht unë kam pyetjet këtu të këshilltarëve. Edhe radhë parë doja të referoja më shumë për opinionin publik sa për Këshillin, që ky nuk është një vendim ose një projekt që po ndodh sot. Ky projekt ka mbi 4 vjet që po zhvillohet. Edhe mua vjen mirë që ju si këshilltar keni takuar banorët. Unë personalisht edhe kryetari i bashkisë kam mbi 4 vjet që takoj banorët çdo ditë biles, sepse para janë qytetarë Durrësit dhe dyta mblidhet shumë me këtë zonë dhe banorët nuk është e vërtetë që nuk kanë pas informacion, kanë gjithë informacion për të. Është tjetër gjë që banorët preken dhe kjo dhe këtu i kuptoj, i mirë kuptoj sepse kanë drejt, sepse bëhet fjalë për shtëpitë e tyre dhe është drejt deri diku dhe pretendime që ato kanë për pjesën që mund të prishësh shembet banesa dhe të tjerë. Këtu jam me banorët. Por që banorët nuk janë të informuar, nuk kanë informacion, këtu nuk janë banorë sepse kjo nuk është e vërtetë. Edhe banorët e dinte, nuk ma thot njëri dot më këtë që nuk i kam takuar banorët. Në lidhje me pyetjen e zonës Ibro, do të thotë që Bashkia e Durrësit ka bërë 2 dëgjesa publike, një në vitin 2021 në dhjetor të 2021-shit, edhe një në shtator të vitit 2022. Në dhjetor 2021 është zhvilluar të Palatë të Kulturës, ka pas prezencë në antar këshilli bashkiak, një pjesë janë sot antar këshilli. Unë kam qenë vetë antar këshilli, kam qenë në 2021-shin Palatë të Kulturës. Ka pas dhe banorë që preken në projektit, banorë që janë sot që protestojnë këtu, kanë qenë dhe aty banorë. Biles disa banorë, kush besojmë nëse mund t'i marrin mend, kishin dhe pretendimet e tyre asa kohë dhe i shprehen te ministri i kohës, pretendimet që ato kishin. Ne kemi edhe foto, nëse doni mund të vëmë në dispozicion foto takimit. Jo, patjetër, jo është pyetje shumë korrekte, kemi shumë, patjetër, ne kemi edhe fotot. Ne kemi edhe fotot të aktivitetit. Jo patjetër. Kemi edhe fotot. Nëse doni japim edhe fotot. Takimi i dytë është bote Muzeu Arkeologjik në vitin 2022. Më mbrapa në vitin 2023 ka pas edhe një prezantim nga kryeministri për projektin, që do të thotë ky projekt nuk është diçka që po ndodh sot për nesër, një projekt që ka kohë për zhvillohet. Ta lidhem me pyetjen e zotit Muka, projekti që flasim sot në muajin tetor do të thotë që është miratuar dhe lejen ndërtimin e Bashkisë së Durrësit për projektin. Jemi në fazën përfundimtare të themi. Për pjesën organizative vendimeve do t'ja vënë në dispozicion fizikisht, nuk t'i jap dot tani me numra me datë. Fizikisht ju ja jap. Por do të thotë që plani detajuar vendor është tag kryetarit të bashkisë, nuk është tag i këshillit bashkiak. Prandaj edhe këshilli ndoshta nuk e ka as informacion. Kaq kisha. Faleminderit. Zoti nën kryetar. Pyetja e dytë është çfarë mbështetje do i japim ne këtyre banorëve përveç çmimit të referencës së caktuar me ligj. Harrova këtë edhe për pjesa e vlerës doja të saksoj edhe një herë. Ligji për shpenzime flet qartë. Janë 2 momente kur një grup pune, siç është rasti jonë, rastin e Bashkinë e Durrësit, ka mundësi për llogaritjen e vlerës. Janë 2 momente, një me shpim referencë dhe dyta me kontratë shpërblet të 3 muajve të fundit nga SHK-ja. Ne për hir të vërtetës kemi zgjedhur kontratë 3 muajve të fundit të referuar nga SHK-ja sepse kanë vlerë më të lartë dhe vlera ka qenë 78.000 lekë të reja. Kjo është vlera në SHK-ja. Bashkia funksionon me dokumente zyrtare me ligjin shtetit shqiptar. Ligji i shtetit shqiptar parashikon që SHK-ja është organi vetëm zyrtar. Ne nuk morëm referencat për kohën, sepse referencat ishin shumë të ulta dhe menduam për mirë të gjë, menduam të vlerësonin pjesën e kontratave të muajve të fundit. Po ata që nuk vlerësojnë
Ato që nuk mund vlerësohen janë dy momente. Një vlerësohen mund kenë dhe atë procesin gjyqësor ku mund ta udhin në gjyq të vendim dhe nëse gjykata e miraton është një moment tjetër, ka dhe pjesën tjetër bashkia ka pastaj programe sociale si çdo qytetar tjetër që mund të merren me të pjesë, siç janë bonus qeraje, banesë sociale me qera. Kto janë programet ose kredi e but. Janë 3 programe që kemi. Por banorët nuk e kanë këtë si informacion. Thonë që na kanë lënë mes 4 rrugëve dhe nuk na kanë ofruar asgjë. Po nuk është afroz se kjo nuk është një marrëdhënie, ne po flasim këtu për një proces shpronësimi. Procesi shpronësimit është rregullohet me ligjë posaçëm. Kjo nuk është marrëdhënie shkëmbimi. Ne nuk i themi të banorëve le shtëpinë tjetër të japun këtë. Banorët duhet të aplikojnë si gjithë banorët e tjerë për një ato programe. Shtëpinë që të ndërtoj unë. Jo, nuk i them për leje shtëpinë, nuk për zhvillim që tjetrit është banorët nuk e kanë marrë si informacion që do të mbështeten me këto shërbime sociale, po them. Po s'na kanë pyetur banorët. Është problemi i tyre, duhet ta gjejmë. Nuk na ka pyetur banorët. Me qesë me botë pyetje, po them banorë, bashkia Durrësit ka 3 programe strehimi, një banesë sociale me qera, qeraja 50% nga bashkia dhe treta kredia but. Këto janë 3 programe që kemi ne për strehimin. Faleminderit në kryetar për po muka. Për replik me atë çfarë tha nën kryetari, do doja ta informoja Këshillin, qytetarët, por edhe nën kryetarin. Sipas aktmarrëveshjes ndërmjet Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, ADF, dhe Bashkisë Durrës, Ministrisë Kulturës, me datë 26/10/2023, është përcaktuar që zbatimi i projektit të rikualifikimit urban për zonën arkeologjike tik Durrës duke mbështetur mbi vendimet paraprake të KKT-s. KKT-ja nga ana saj është mbështetur në vendimin e Këshillit të Kombëtar Territorit me numër 2, me datë 9/11/2022, me miratimin e lejes për zhvillimin për objektin restaurim dhe rikualifikim urban i zonës perspektive tit Durrës, që gjendur në Parkun Arkeologjik në Durrës. Më pas është dhënë dhe leja e zhvillimit përfundimtar nga KKT-ja me datë 2/4/2024, çka e bën të domosdoshme verifikimin, ndërsa Këshilli Bashkiak i Durrësit ka qenë në dieni dhe ja ka dhënë miratimin paraprak të detyrueshëm ligjërisht përpara këtyre vendimeve. Atëherë, kjo kërkesë dhe këto çfarë unë thash mbështeten në ligjin numër 107 vitit 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, nenet 22, 47 dhe 48. Në VKM numër 408, datë 13/5/2015, për procedurat, për rregullat dhe procedurat e miratimeve të planeve vendore të zhvillimit, ligji numër 139/2015 për vetëqeverisjen vendore, që përcakton rolin e Këshillit për miratimin e planeve dhe projekteve që prekin territorin, dhe ligji 119/2014 për të drejtën e informimit, natyrisht, që garanton akses publik në dokumentet dhe vendimet zyrtare të institucioneve publike. Pra, Këshilli e ka për detyrë që PDV-n, planin detajuar vendor, duhet të kalonte patjetër me një aprovim nga ana e Këshillit Bashkiak të qytetit Durrës. Është kompetencë kryetarës bashkisë. E ke gabim, është kompetencë bazuar në po. Në këto ligje tani e para ligjore që unë lexova, ky është pretendimi jon ose Dimuka, tani ne nuk kemi ardhur të bëj debatun me ty për diçka tjetër. Jo, thjesht po lexoj që për informim, nuk ka. Po çfarë informimi nuk është, sa është Bashkiak, nuk është informacion, tu jemi gjithë këshilltarë, jemi kolegë, nuk ka lidhje informimi tu. Jo të gjithë janë specialistë, jo të gjithë janë specialistë dhe nuk duhet të dizinformohen, them unë. Unë se kuptoj se ju jeni ju pyesni apo ja pyesni. Mor përgjigjen time. Tani kjo është përgjigje, tani nuk do bëj debat tani përgjigje. Një përgjigje dashur tani. Pra përgjigjja juaj është që nuk ka nevojë të kalojnë nëpërmjet Këshillit Bashkiak PDV-ja. Kjo ishte. Po faleminderit. Plani detajuar vendor nuk është kompetencë e Këshillit. Sipas nenit 12 dhe 22 të ligjit 104/2014. Megjithatë, ne ftojmë drejtoreshën ligjore të na sqarojë për pyetjet që kanë drejtuar qytetarët pyetja e zonjës Entela Koja. Të nderuar këshilltar, përshëndetje. Unë dua të ndalem në të gjitha pikat në të cilat kanë bërë qytetarët me përfaqësuesit e tyre. Për sa i përket lidhur me procedurën e ndjekur nga Bashkia Durrës për projektin e restaurimit, rikualifikimit në zonën urbane të ardhshme të Durrës, ju informojmë si më poshtë.
Zona arshme Tit Durrës ndodhet brenda zonës arkeologjike A, e cila fillon nga kulla veneciane në jug, e në perëndim përgjatë mureve të periudhës romake, afërsisht 490 metra deri në kullën e Gardës Veri. Në lindje shtrihet në kufi në rrugën Imzot Fanoli e deri në rrugën Egnatia në jug, duke përfshirë ndërtesat në anën veriore përgjatë rrugës Egnatia dhe deri në kryqëzimin e Vilierës. Qëllimi kryesor i projektit Tit është projektimi, restaurimi dhe rikualifikimet urban të zonës së arshme Tit, e cila ndodhet brenda zonës arkeologjike A të qytetit të Durrësit, siç tregohet edhe në hartën tashmë të miratuar, në mënyrë që të rritet turizmi dhe si pasojë zhvillimi ekonomik i zonës përmet restaurimit, rehabilitimit të shtëpiave tradicionale, sheshëve dhe rrugëve brenda zonës të treguara kufitare. Zona e projektit Tit ndodhet në pjesën jugore në afërsitë të portit. Bashkia Durrës ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi midis Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Albanian American Development Foundation, në të cilën Ministria është institucioni përgjegjës për mbrojtjen, ruajtjen, administrimin e pasurisë kulturore. Gjithashtu, ju bëjmë dije se në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të sipërcituara protokolluar me shkresën tonë 7773 fraksion 1, datë 2/10/2023, ADF angazhohet që të financojë deri në vlerën pothuajse $6 milion për ndërhyrjet në infrastrukturë në zonën Tit, si dhe modelin e administrimit menaxhimit të zonës Tit. Theksojmë që zona në të cilën do të menaxhohet ky projekt është një pjesë e rëndësishme e pasurisë kombëtare dhe arkeologjike, jo vetëm të një individi, por të gjithë qytetit dhe mbarvendit. Projekti synon të rjetëzojë zonën e projektit, kufit gjeografik, të cilat ndodhet kufiri Tit. Bashkëlidhur si një pjesë përbërje e kësaj marrëveshje, të krijojë një model zone të zhvillimit të biznesit të turizmit sipas modelit BIT, i cili në periudhën afatgjat do të ndihmojë në përmirësimin e ofertës turistike, shërbimeve të promovimit zonës së projektit, duke sjellë kështu një zhvillim ekonomik për zonën e projektit dhe qytetet të Durrësit ndërsi. Projekti parashikon objektet e mbetura gjatë periudhës otomane do të ruhen siç janë në momentin e ndërtimit 9 objekte. Dominon arkitektura italiane e viteve 30, e cila vëret në të dy anët e bulevardit. Vëret ndryshimi i gjurmës së rrugës Tregtare në vitet 20 dhe të bulevardit të viteve 30 sot. Elementet dhe sinxhurat e dekoreve të fasadës, paratapetet do të ruhen dhe të rikthehen në origjinalitet. Zëvendësimi i dyreve të dritarëve me dru dhe duke hyjëzuar tiparet e tipologjisë persiane. Krijimi i sheshëve të reja, shqyrimi i amfiteatrit, rikthimi i bulevardit në identitet, si dhe pedonalja që ka një sipërfaqe për 1600 m2. Ndërhyrja në infrastrukturë, plani i mobilitetit, arridimi urban, muret e kalas, shtrimi i bulevardit e tjerë, besoj që të gjitha këto informacione janë edhe në miratimin e projektit të tij dhe sipas vendimit nr. 7. Ajo çfarë unë dua t'i kthehem përgjigjes për sa i përket nga ana juaj, të gjithë kërkesës që ka ardhur nga një përfaqësues i banorëve, Këshilli Bashkiak ka vendimarrje nëse ka dhënë miratim paraprak lidhur me këtë projekt. Sqarojmë se bazuar në nenin 54 të ligjit 139 të 2015-s, përveç qeverisë vendore, detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak nuk shtrihen në miratimin e projekteve të cilat nuk mbulohen me fondet buxhetit të bashkisë. Ju përsërisim se ky projekt ndiqet dhe financohet nga ADF-ja, e cila është një organizatë jo fitimprurëse e krijuar në vitin 2009 nga Fondi Shqiptar Amerikan për ndërmarrjet, e cila ka një mision të ndihmojë për zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme të sektorit privat dhe të një shoqërie demokratike në Shqipëri dhe të kontribuojë në stabilitetin e Evropës juglindore. Ndërmjet programeve të saj të sipërmarrjes, turizmit kulturor, ekoturizmit dhe një edukim dhe leadership. Në zbatim të memorandumit të mirëkuptimit lidhur me datën 9/6/2020, ADF ka angazhuar fonde me shumën prej $260.000 pa TVSH për përgatitjen e projektit të detajuar për ndërhyrjet në infrastrukturë për zonën e projektit të quajtur Tit Durrës, ose zona e projektit, projekti ndërhyrjes në infrastrukturë, i cili është miratuar nga autoritetet publike, konkretisht me vendimin numër 461 datë 16/9/2022 të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Materiale. Për sa i përket pyetjes numër 2 të cituar përsëri nga qytetarët, lidhur me argumentin mbi kontroll, ju përgjigja. Për sa i përket, lidhur ka informacion për projektin e detajuar. Po, edhe për të përgjigjem. Edhe për të, i kam. Lidhur me argumentin tuaj mbi kontrollin e mirëmbajtjes dhe lishmërisë së projekteve, ju informojmë se konstatimet tuaj dhe baza ligjore përmendet si më poshtë.
bazuar në nenin 8 të ligjit 8561 të 99-s për shpronësime dhe marrje në përdorim të përkohshëm të pasurive pron private dhe për interes publik, thuhet se në funksion të interesit publik, shpronësimi mund të bëhet për këto shkaqe: për realizimin e projekteve dhe investimeve kombëtare dhe vendore, në funksion të ruajtjes së mjedisit, të shëndetit, kulturës dhe arsimit publik, si dhe infrastrukturës në shërbim të interesit publik. Nga sa më lart, konstatohet se procedura e ndjekur nga ana e administratës së Bashkisë Durrës lidhur me vlerësimin paraprak të pasurive bazohet në legjislacionin në fuqi, por patjetër dhe në projektet e zonës arkeologjike Tit për zhvillimin e ruajtjes trashëgimisë kulturore. Ky projekt i konsultuar dhe i miratuar nga institucionet përgjegjëse me vendimin numër 461, të lutem ta mbaroj sepse është e pamundur shumë. Të lutem, jo debat në sallë. Zonja Koja, të lutem të respektojmë drejtoreshën. Projekti konsultuar dhe i miratuar nga institucionet përgjegjëse me vendimin numër 461 të Këshillit Kombëtar të trashëgimisë kulturore dhe material, si dhe me vendimin e AZHT-s numër 7, datë 2/4/2024, miratimin e lejes së zhvillimit për objektin restaurimi dhe rikualifikimi i zonës Tit, të gjendur në Parkun Arkeologjik Durrës dhe me zhvillues Bashkia Durrës. Vendimarrja e Këshillit Bashkiak, i cili me vendimin numër 32, datë 23/6/2025, për miratimin e disa ndryshimeve të Këshillit Bashkiak numër 110/2024, të vlerës së shpronësimit për pronat private të që preken apo zhvlerësohen nga realizimi i projektit Tit. Për zhvillimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore bazohet në legjislacionin në fuqi dhe në çdo akt tjetër administrativ, marrëveshje apo bazë ligjore që Bashkia Durrës si përfituese e këtij projekti ka sqaruar në relacionet përkatëse në vitin 2024-2025. Baza ligjore e përmendur në argumentin e banorëve, konkretisht në 32 i ligjit 139, ka të bëjë me administrimin e shërbimeve publike nga ana e njësisë qeverisë vendore, ndërsa në 45 i kërkuar në ligjin 107 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit të ndryshuar ka të bëjë me kushtet e infrastrukturës kryesore dhe dytësore, ndërsa në 45.1 ka të bëjë me kushtet e përshtatshmërisë mjedisit, standardet e përshtatshmërisë për personat me aftësi të kufizuara apo dispozitave të përcaktuara në rregullorin apo shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara të tjerë. Sidoqoftë, edhe pse baza ligjore e kërkuar në shkresën zyrtare në argumentin tuaj nuk qëndron, jemi të mendimit se kemi qenë shumë të qartë në argumentin tonë për procedurën ndjekur nga Këshilli Bashkiak. Lidhur me argumentin tuaj për përgjegjësinë institucionale. Së pari sqarojmë se projekti Tit përfshin dy komponentë kryesor, financimin e zbatimit të një pjese të projektit të ndërhyrjes në infrastrukturë dhe krijimin e Tit Durrësi sipas modelit të zonave të përmirësimit të biznesit BIT në përputhje me ligjin 63/2020 për përmirësimin e zonave të biznesit. Zbatimi i projektit kushtëzohet nga procesi i shpronësimit dhe i prishjeve që do të kryhet nga qeveria shqiptare. Së dyti, Bashkia Durrës në zbatim të memorandumit të 2020-s ka një angazhim të përbashkët me palët në këtë marrëveshje si ADF dhe Ministria e Kulturës, që në një mënyrë solidare palët në këtë marrëveshje i shndrojnë parimeve kryesore të kësaj marrëveshje, ndër të tjera janë përmirësimi dhe ruajtja e trashëgimisë, krijimi një modeli inovativ të menaxhimit zonës, administrimi më i mirë i zonës së projektit, ku bizneset lokale janë pjesëmarrës dhe nxitës kryesor të saj, përmirësimi i reputacionit të Durrësit si destinacion turistik, duke shfrytzuar potencialin e turizmit kulturor dhe historik, ruajtja e trashëgimisë kulturore, zhvillimi i biznesit dhe turizmit në qytetin e Durrësit. Për sa i përket bashkëndimit institucional dhe konsultimit publik, më poshtë sqarojmë në mënyrë të detajuar procesin e zhvillimit të dëgjesat publike. Dëgjesa e parë publike është zhvilluar me datën 7/12/2021 në Qendrën Kulturore Aleksandër Mërsiu me pjesëmarrjen e kryetares së Bashkisë, Ministrisë së Kulturës dhe Inovacionit, përfaqësues të ADF-s, antar të Këshillit Bashkiak, qytetarë dhe përfaqësues të bizneseve të zonës. Në datën 14/9/2022, pranë Muzeut Arkeologjik me pjesëmarrjen e kryetares së Bashkisë, Ministrisë së Kulturës dhe Inovacionit, grupet e interesit ku hodhen ide mbi menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Gjithashtu me datën 12/5 pranë amfiteatrit me pjesëmarrjen e kryeministrit, kryetares së Bashkisë, Ministrisë së Kulturës dhe Inovacionit është bërë prezantimi i projektit Tit. Unë mund të ndalem edhe më shumë dëgjesat publike se çfarë është thënë atë dëgjesa publike apo për t'ju vendosur edhe informacion më tepër. Të lutem. Lidhur me argumentin mbi ndalimin e parimeve, ju bëni shkarje nga një ligj i cili është në plan menaxhimi. Në plan menaxhimi hapeni dhe shikoni. Të lutem. Ndërtoj faleminderit. Kjo është përgjigjja jonë, tutem tani. Nuk kemi debat. Faleminderit zonja Roshi.
Zonja Harizi, pyetjet e juaj u ezaruan sepse ishit me vonesë edhe u ezaruan. Se të bën. Faleminderit, ju falenderoj për prezencën, mbledhjen e deklaroj të mbyllur, takohemi në mbledhjen e radhës. Faleminderit. Ju lutem ishit me vonesë dhe u ezaruan pyetje, të lutem Harizi.